Mirëmbrëma të gjithëve. Dy ngjarjet më të rëndësishme të ditëve të fundit janë samiti i vendeve anëtare të Aleancës Atlantikut të Veriut që u mblodhën në Hag në fundjavën e kaluar, si dhe armë pushimi mes Izraelit dhe Iranit. Në Hag, 32 kryetar shtetesh dhe qeverish të vendeve të NATO-s vendosën, është një vendim historik, që dyshemen e shpenzimeve të buxhetit të shtetit nga 2% të prodhimit të brendshëm bruto ta kalojnë në 5%. Kjo pas presionit të jashtëzakonshëm që ka ushtruar dhe gjatë mandatit të parë presidentit Donald Trump. Ram të gjithë dakord, pavarësisht hezitimeve që pati një vend i veçantë siç ishte Spanja. Për këtë do të flasim në pjesën e parë të këtij emisioni, ndërsa në pjesën e dytë do të flasim për konfliktin Iran-Izrael. Çfarë solli armë pushimi, a u zhdukën fuqia nukleare e mundshme e Iranit, a do të ketë paqe apo armë pushimi sërish të kthehet në luftë. Para se të prezantoj të ftuarit që kam në studio, i lutem regjist të më lidh me Ministrinë e Mbrojtjes. Kemi Ministrin e Mbrojtjes, zotin Pirovëngu. Zoti Ministër, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Ilir, faleminderit për ftesën. Një nga, ose më saktë, gjëja më thelbësore, zemra e aleancës më të madhe në historinë e njerëzimit, është neni 5 i traktatit. Ai që parashikon që kur një vend antar sulmohet, të gjithë vendet antare përfshihen në luftë në mbrojtje të vendit antar që është sulmuar. Pavarësisht se kjo është fiksuar që në vitin 1949 dhe të gjithë presidentët amerikanë e kanë konfirmuar dhe e kanë zbatuar këtë klauzol, në mënyrë të herpasershme presidenti aktual Donald Trump e ka vënë në dyshim dhe ka lënë qartë të kuptohet se do ta përdor këtë klauzol në mënyrë selektive. Në samitin e Hagës, çfarë u diskutua pikërisht për nenin 5 të këtij traktati? A e rikonfirmoi apo sërish është mbetet evazive? Patjetër që është rikonfirmuar neni 5 dhe patjetër që është rikonfirmuar dhe gatishmëria e leadershipit amerikan për sa i përket angazhimeve të sigurisë që burojnë nga ky nen. Pra kemi një konfirmim të garancive të sigurisë, kemi një konfirmim të leadershipit amerikan dhe një ripërtëritje të leadershipit amerikan në suazën e aleancës, është shumë evidente në gjithë deklaratën e samitit dhe mund ta detajojmë pak më tutje. Gjithashtu kemi një rikonfirmim të tretë, do thoja unë, që ka të bëjë me vëmendjen mbi një nen tjetër, që është po aq i rëndësishëm sa neni 5, që është neni 3, i cili flet për detyrimin e aleatëve që të krijojnë kapacitete vetëmbrojtëse dhe kanë si detyrë parësore në kuadër pikërisht të një aleance sigurie kolektive që të sigurojnë kapacitetet e tyre vetëmbrojtëse. Dhe pikërisht ky ka qenë argumenti i palës amerikane, qoftë në mandatin e parë të presidentit Trump, i rikonfirmuar përsëri me këtë insistim për rritjen domethënëse të buxheteve të mbrojtjes dhe të sigurisë, sepse Shqipëria e pranoi parimin ose më saktë kërkesën e amerikanëve për 5% të prodhimit të brendshëm bruto të Shqipërisë të përdoret për mbrojtje, për buxhetin ushtarak. Kemi një pothuajse një vendimarrje unanime nga të gjithë aleatët për këtë pjesë, por do doja të shpjegoja pak nga se përbëhet ky 5%, sepse nëse thjesht tregojmë vlerën 5%, kemi përshtypjen sikur në shifër absolute sa është? Atëre, ne kemi sot një buxhet prej 2.01% të GDP-s, prej 52.7 miliardë euro të dedikuar në mbrojtje çdo vit. Është viti i dytë që e kemi këtë buxhet. Praktikisht ajo që kërkohet nga deklarata e samitit, vendimarrja e gjithë liderave, përfshirë dhe leadershipin shqiptar i kryesuar nga kryeministri Rama në samit, është rënë dakord që në 10 vite vendet anëtare të rrisin buxhetet e mbrojtjes në masën 3.5% të prodhimit brendshëm bruto dhe të
gjithashtu të ndërmarrin hapa për të dedikuar 1.5% të prodhimit brendshëm bruto në infrastrukturë që i shërben edhe mbrojtjes. Jo vetëm infrastrukturë, mund të jetë edhe investime që kanë përdorim të dyfisht dhe ajo që vlen të theksohet, kjo ka të bëjë në fakt edhe me një qëndrim të kahershëm që disa vende aleate kanë pasur vitet e fundit, veçanërisht që nga viti 2022, përfshirë dhe Shqipërinë, ku kërkesa ka qenë që gjithmonë patjetër të konsiderohen jo vetëm shpenzimet në mbrojtje në sensin e fuqisë së zjarrit, armatimit në sensin klasik, por të konsiderohen ato investime që sipas Neni 3 bëjnë pjesë e një përpjekje gjithështetërore për qëndrueshmëri, sepse Zoti Ministër, 3.5% do blihen armatim dhe çfarë lloji armatimi do blihet? Këtu tani vlen të theksojmë se çfarë parashikojmë në planet tona afatmesme për të arritur një herë 3.5%. 3.5% që në 10 vite nënkupton që buxhetet e mbrojtjes dhe sigurisë rriten me 0.15% raport të GDP-s vit më vit. Praktikisht po shkojmë drejt një dyfishimi të buxhetit aktual të dedikuar në mbrojtje. Në 10 vite është një sipërmarrje shumë domethënëse dhe na duhet tashmë të mendojmë në mënyrë shumë të kthjellët se si do shpenzohen të gjitha këto resurse financiare. Pra, e gjithë përpjekja e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Qeverisë Shqiptare ka të bëjë me eficiencën e këtyre investimeve. Dhe këtu pra ende nuk e keni përcaktuar se e kemi shumë të qartë, bazuar po mund ta bëni publike zoti ministër apo përbëjnë sekret shtetëror për arsye të sigurisë kombëtare. Ka elementë që janë patjetër kanë të bëjnë me element planifikimi dhe sigurie kombëtare, po ka element që patjetër janë transparent. Më konkretisht, ne duam të sigurojmë që sa herë shpenzojmë në blerje armatimi, të shpenzojmë në mënyrë që ky armatim të prodhohet në vendin tonë. Sipas logjikës që një vend pune në industri ushtarake, në prodhim ushtarak, gjeneron 3 vende të tjera pune në industri civile. Dhe në këtë mënyrë këto para kthehen në një investim për vlerë të shtuar ekonomike në vendin tonë. Praktikisht ne po shkëputemi nga logjika e blerjes për të vajtur drejt një logjike investimi. Dhe çfarë do prodhojmë? Do prodhojmë konkretisht mjetet të blinduara në kuadër të gjitha përpjekjeve për rihetëzimin e industrisë ushtarake në vendin tonë. Kemi aktualisht 9 negociata në proces, 2 që janë përmbyllur me sukses për sa i përket prodhimit të mjeteve të blinduara dhe mjeteve që lidhen me emergjencat civile, mjeteve taktike gjithashtu, ushtarake këto, dhe kemi një negociat të përmbyllur për sa i përket prodhimit të pajimeve personale dhe të uniformave. Këto janë 2 rastet më tipike që janë konkluduar së fundmi. Kemi negociata në proces që kanë të bëjnë me prodhimin e municioneve të kalibrit të vogël, të kalibrit të mesëm. Kemi negociata në proces me një qeveri partnere dhe aleate për asemblimin dhe prodhimin e sistemeve të artillerisë së rëndë, një nevojë e kahershme, një kapacitet i munguar i forcës armatosur prej më shumë se 2 dekadash, dhe tashmë ne do sigurojmë që jo vetëm e marrim këtë kapacitet, por sigurojmë që ky kapacitet asemblohet minimalisht, po edhe prodhohet pse jo në vendin tonë. Negociata e 4 ka të bëjë me prodhimin e dronëve luftarak. Dhe shumë shpejt do kemi mundësi gjithashtu që të kemi komunikim publik edhe për prodhimin e dronëve luftarak. Do prodhohen dron luftarak Shqipëri? Do prodhohen dron luftarak në bashkëpunim me cilin shtet, me Turqinë, me Bayraktarin? Atëherë, është herët që të mund të arrijë në deklarata publike, sepse janë negociata shtet me shtet dhe duhet ta ruajmë konfidencialitetin në këtë pikpamje për momentin, por do vi momenti që do mund të shpallim publikisht edhe këto arritje. Ajo që mund t'ju them është që kemi konsorciume shqiptaro-amerikane, konsorciume që vinë nga vendet e Europës qendrore që janë lider në fushën e municioneve dhe predheve. Kemi gjithashtu negociata në proces me vende nga Lindja e Mesme, qoftë Izraeli, qoftë Turqia, qoftë edhe nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Dhe në këtë mënyrë ne kemi një panoramë aleatësh dhe partnerësh në fakt me cilët po negociojmë për të pasur aktivitet prodhues. Për portin e Durrësit, ka qenë një kërkesë e qeverisë shqiptare, negociata, tratativa me NATO-n, që të jetë një pjesë e tij në funksion, porti të Durrësit të jetë funksion të NATO-s.
U diskutua në Hag? Është rasti infrastruktura me përdorim të dy fisht, civile o ushtarake, siç është dhe porti i ri i Durrësit në Porto Romano, i cili parashikon jo vetëm një infrastrukturë civile tregtare, por edhe një infrastrukturë ushtarake në dobi të forcës tondetare, por edhe të forcave detare aleate. Ky është një rast tipik ku ja vlen të theksohet qëndrimi i Shqipërisë që këto investime të konsiderohen si pjesë të investimeve në qëndrueshmëri dhe mbrojtje nga NATO, praktikisht është sankcionuar nga deklarata e samitit, e cila pranon që në masën 1.5% të investimeve në raport me prodhimin e brendshëm bruto në infrastrukturë të dyfish të konsiderohen si do ndërtohen me paratë e buxhetit shqiptar, pra edhe jo një investim i Aleancës. Jo detyrimisht, po jap një shembull, investimi për portin civil fillon këtë vit, janë duke u finalizuar procedurat. Dhe kjo është një investim që i shërben edhe qëndrueshmërisë ushtarake, dhe investimi në korridorin 8, në autostradat, në lidhjen infrastrukturore për gjatë korridorit 8 me kurrudha, të cilat bëhen me investime të përbashkëta. Këto përbëjnë 1.5% që janë do infrastrukturës që i dedikohet edhe infrastrukturës ushtarake. Edhe infrastrukturës ushtarake. Por të qëndrojmë tek u vendos në Hag që samiti i ardhshëm në 2027 të zhvillohet në Shqipëri. Tani, keni filluar, ku e keni lokalizuar vendin, qytetin, vendin, rajonin, ku do në Shqipëri do zhvillohet dhe a ka nisur përgatitjet apo jo? Apo jemi thjesht në kuadrin e... Jo, ka nisur përgatitjet prej kohësh. Ajo që vlen theksohet është që ekipi shqiptar ka qenë i përfshirë edhe në organizimet dhe në ndjekjen nga afër të organizimit të samitit në Hag, dhe do vazhdoj të jetë i tillë edhe në organizimin e samitit 2026 në Turqi. Dhe praktikisht ky vendim unanim reflekton edhe një besim për sa i përket rolit që ka Shqipëria në rajon, kapaciteteve që ka Shqipëria për organizimin e aktiviteteve të tilla. Faktikisht është një grup i ndërtuar nga disa institucione, me përfaqësues të shumë institucioneve, është një përfshirje gjithështetërore. Për samitet të tilla është vetë kuptueshme dhe praktikisht ne jemi duke vlerësuar vendin, infrastrukturën e nevojshme dhe të gjitha masat që duhet të ndërmeren, duke ditur që 2 vite nuk janë dhe shumë për organizime të këtij lloji. Të paktën kjo del në pa nga të gjitha bisedime. Vendi është përcaktuar vendi se ku do të zhvillohet, Tiranë, Durrës, Vlorë, Shkodër, apo është ende... Nuk është përcaktuar vendi, është herët për ta thënë. Okej, zoti ministër, duke ju... Tradita e samiteve është që ato organizohen në kryeqytete. Kjo është tradita, po jo gjithmonë një rregull i ndjekur me 100%. Që është herët që ta themi se ku do organizohet. Duke përfituar nga rasti që ju kam në këtë lidhje drejt për drejt, doja t'ju flisja dhe t'ju pyesja dhe për çfarë ndodh për emergjencën civile. Don zjarret, sa herë vjen, don ngrihen temperaturat, cila është situata, apo i dominojnë emergjencat civile, zjarfiksit, zjarret që po përfshin vatra të ndryshme të vendit. Atëherë, po më lejoni ta lidh pak edhe me atë elementin që buron nga samiti dhe detyrimi për të shkuar në 10 vite drejt 5%. Emergjencat civile, siguria kombëtare, mbrojtja nuk është vetëm mungesa e luftës apo përballja me kërcënime të jashtme. Ka të bëjë me qëndrueshmërinë e institucioneve, besimin e institucione, leadership me një vizion për të parashikuar të pamundurën, të pamenduarën më parë dhe tipikisht këto janë dhe strukturat që përballen me parashikimet e emergjencave civile, qoftë fatkeqësive natyrore, zjarre, përmbytje tërmete, apo edhe nga dora e njeriut. Vitet e fundit kemi pasur një dedikim buxhetor domethënës për rritjen e kapaciteteve operacionale, kemi tashmë një flotë helikopterësh në gatishmëri të plotë. Është e mjaftueshme? Me 4 helikopterë që bëjnë ndërhyrje nga ajri dhe janë në gatishmëri konstante. Kemi brigada emergjencës civile që janë të krijuar arishtazi dhe që janë në dispozicion
për të shërbyer si front i fundit i ndërhyrjes, sepse për emergjencat janë bashkitë ato që reagojnë të parat dhe më tutje pastaj janë pushteti qendror dhe forcat armatosura në mungesë të kapaciteteve vendore. Ne po ecim në dy fronte, nga njëra anë po investojmë që bashkitë të fuqizohen me mjete, të fuqizohen me pajisje, ndaj dhe është lajm i mirë që do filloj prodhimi jo vetëm i mjeteve të blinduara ushtarake, që është një nevojë akute e forcave armatosura, po do filloj me kompaninë shtetërore Kajo dhe prodhimi i mjeteve të emergjencave civile të specializuara për zona malore, zona pyjore. Dhe ne do lëmë mbas më në fund të gjithë ngërçin e trashëguar ndër vite për mungesën e kapaciteteve të emergjencave civile vendore. Nga ana tjetër, po fuqizojmë kapacitetet kombëtare, qendrore të forcave të armatosura për t'i apo i dominojnë zjarret apo jo këto struktura? A janë të mjaftueshme? Kemi një ritëm, zoti Babaramo, në 2 javët e fundit, ku praktikisht mesatarisht kemi 50 zjarre në ditë në mbar territor. Vlerësimi ynë dhe vlerësimi i Ministrisë së Brendshme dhe i emergjencave civile është që në shumicën ndërmuese bëhet fjalë për zjarrvënie të qëllimshme dhe patjetër që ka dhe një fokus pavarësisht se legjislacioni është ashpërsuar për zjarrvënie të qëllimshme? Më dëgjoni deri në fund. Po. Ne mesatarisht në fund të ditës kur bëjmë bilancin, na rezulton që në shumicën ndërmuese zjarret shuhen dhe arritet të përballohet mirë nga emergjencat civile vendore dhe nga forcat armatosura dhe aty ku duhet, ku ka kërcënim të banesave dhe të jetë njerëzve patjetër që ka dhe ndërhyrje nga ajri. Kështu që jemi në gatishmëri të plotë, deri tani kemi arritur të përballojmë me sukses, do jetë një sezon i vështirë, i gjithë mesdheu është praktikisht nën zjarre dhe flak aktualisht, dhe ne nuk bëjmë përjashtim, patjetër që ka këtu element ndërgjegjësimi të qytetarëve për mënyrën se si reagojnë, sinjalizojnë dhe ne jemi patjetër në gatishmëri të plotë 24/7. Të gjitha investimet në këtë pikpamje janë për të arritur gatishmërinë operacionale maksimale dhe jemi duke bërë gjithashtu dhe një blerje të 2 avionëve për luftimin e zjarreve. Jemi duke finalizuar procedurën për këtë investim. Padyshim prodhimi i tyre do marrë një farë kohe, por na krijon mundësinë që të gjenerojmë forca shtesë dhe ka një benefit të dyfisht, siç u thash, sa herë shpenzojmë para publike në dobi të forcave të armatosura, synojmë një përdorim të dyfisht, pra të ketë një dobi edhe për fushën e qëndrueshmërisë civile. Do kemi avion që rikthejnë pilotët e avionëve në forcën armatosur mbas 2 dekadash ku nuk fluturojmë me avion, dhe këto avion do përdoren qoftë për ndërtimin e kapaciteteve të pilotëve të forcave ajrore, qoftë edhe për përballimin e emergjencave civile apo të nevojave që mund të ketë në fushën e bujqësisë, dezinsektizimeve apo situatave të kësaj natyre. Okej, zoti ministër, ju falenderoj shumë që ishit te 5 pyetjet. Natën e mirë. Tani po prezantoj të 4 të ftuarit. Në studio me ne sonte është zoti Edmond Panariti, ish ministri i jashtëm. Mirëmbrëma profesor. Kemi një tjetër profesor, kemi fizikantin e njohur, drejtorin e Agjencisë Kombëtare Bërthamore dhe ish shefin e shërbimit të fshetit shqiptar, profesor Fatos Klosi. Profesor, kënaqësi e veçantë. Kemi antarin e Komisionit Parlamentar të Sigurisë Kombëtare, zotin Ferdinand Xhaferi. Zoti Xhaferi, mirëmbrëma. Dhe ekspertin e njohur për çështjet ndërkombëtare, zotin Ledion Kristapi. Ledion, mirëmbrëma. Regjia, ju lutem, ishim duke folur për shpenzimet e vendeve të NATO-s që kalojnë nga 2%, që ishte dyshemeja që kërkohej në bazë të nenit 3 të traktatit, në 5%. Ju lutem, tabelën do unë sa shpenzon secili nga 32 vendet anëtare të aleancës. Kemi Polonin me 4,1%, që zë vendin më të lartë, dhe Spanja me 1,28%, që është me përqindjen më të ulët të prodhimit brendshëm bruto. Ne do unë jemi ngritur tek 2,03% dhe këto janë bazuar do unë me të dhënat e ditit 2015 janë të 2024-s dhe shikojmë që ka një rritje të ndjeshme në shpenzimet e Shqipërisë. Po edhe vendet e tjera
duket që i kanë rritur ndjeshëm. Por a janë të mjaftueshme dhe cili është historiku i ushtrisë shqiptare? Lutem donë, cilat kanë qenë kapacitetet e ushtrisë shqiptare 1991 dhe si janë sot? Tabelën ju lutem. Në vitin 1990 kishim 22 divizion këmbësorie. Vetëm oficer 16.500, 9.000 nën oficer, 60.000 ushtar efektiv, 450.000 rezervist, 1.200 tanke, Grykaziari 4.000, Grykaziari janë topat, apo jo? Avion 120, helikopter 220, 4 nëndece, me cilave dhe ajo 105 duhet jetë, katera silirues 80 dhe gjuajtës detar 4. Aktualisht forcat e armatosura kanë 6.000 përfshirë oficer, ushtar, i shtohen dhe 2.000 që janë të mbrojtjes civile, anije luftarake kemi 8, helikopter 8, tanke 0, avion 0. Qa është kjo? Tek anije luftarake kam shtuar do të keni gabim se nuk kemi asnjë anije luftarake, janë anije patrulluse. Po anije që janë prodhuar në Pashaliman me atë kompaninë holandeze të cila u dëbua më pas. Janë patrulluse, luftarake me sa diu nuk kemi një. Po gjithsesi janë në inventarin e ushtrisë. Së fundi, po janë patrulluse. Edhe me ato prap. Edhe duke i quajtur luftarake. Po pra, do patrullojnë aty në ishullin Lesbos në kështu. Patrullojnë. Po. Si e shpjegoni profesor këtë? Po jetojmë kohë të ndryshme. Atëherë Shqipëria ka qenë një fuqi serioze luftarake në rajon, për nga kapacitetet. Pra këtë e thonë edhe shumë vlerësues të çështjeve ushtarake, pra ka qenë një fuqi e mirëfillt ushtarake, edhe për shkak të regjimit, sistemit dhe të themi sfidave që ai shteti pati krijuar edhe fuqive të asaj kohe. Kështu që kjo në një farë mënyrë dhe justifikon dhe atë numri konsistent jashtëzakonisht madh të mjeteve ushtarake, të trupave ushtarake dhe krahasuar me sot natyrisht nuk ka bazë krahasimi. Sot jemi në tjetër rrethana, pra ku shërbimi ushtarak nuk është më i detyruar edhe aleancat nuk janë të përjetshme, edhe perandorit nuk janë të përjetshme. Shqipëria është e vetë mjaftueshme për të mbrojtur? Shiko, Shqipëria nuk është e vetë mjaftueshme për të mbrojtur. Ne jemi me fat që jemi pjesë e një aleance. Kjo nuk do thotë që ne nuk duhet të fuqizojmë kapacitetet tona kombëtare në kuptimin e mjeteve ushtarake, të trupave. Madje unë do thoja që pse jo, duhet parë mundësia që edhe si pjesë e sistemit arsimor të rikthehet edukata ushtarake, pra të trajnohet rinia, sepse kjo i shërben jo vetëm kapaciteteve ushtarake të mirëfillta me trupa rezervistësh, po i shërben në një farë mënyrë edhe energjësimit, pra patriotizmit dhe strukturimit të ndjenjës kombëtare. Kështu që nuk është e tepërt, madje do thoya ka disa vende, Suedia, Norvegjia, edhe në funksion të situatës. Zvicra e ka Zvicra ata i kanë armët në shtëpi. Në shtëpi, edhe uniformën. Edhe bëjnë dhe zborin që ne duhet të arshikojmë, por shfat që jemi pjesë një aleancë, ju thatë që aleancat nuk janë përjetshme. Sigurisht, sepse ne kemi qenë pjesë aleancave, kemi qenë pjesë të Traktatit të Varshavës. Pastaj gjetëm një rrugë tjetër ku shkëputëm dhe pastaj u kthyem. E gjetëm Nordin më në fund. Pra, është e drejtë ajo që thatë, po ky është krahasimi që u bët, kjo është gjendja. Tash jemi pjesë e NATO-s, na kërkohet një buxhet 5%, që është një barë jashtëzakonisht e madhe. Mos kemi asnjë lloj iluzioni që 5% është një sfidë jashtëzakonisht e madhe. Mjaft u themi diçka se kam qenë ministër i bujqësisë. Që buxheti për bujqësinë është 0.19% e prodhimit përgjithshëm bruto. Buxheti aktual 0.19%. I mendon ti 5% që ne do t'i japim, sepse tashmë është një vendim i marrë, është një angazhim që kemi bërë, dhe aq më tepër që nuk i shpëtojmë, se më kujtohet atëherë kur kam qenë anëtar i qeverisë, sa herë që diskutohej se çështja e buxhetit të ushtrisë, për tek ai 2%, Shqipëria dhe me drejt tentonte që të kontribonte me
me infrastrukturë më tepër, se fusnim repartet pusharakit të trashëguara. Fusin spitalin e traumës nga civili e kalonim në inventar të ushtrisë. Gjëra në një farë mënyrë për të zbutur prekjen e buxhetit shtetit, por tashmë nuk besoj se do kemi shumë hapësira për këtë histori. Ose helikopterët e shëndetësisë i kalonim inventar të ushtrisë. Tiki Tramfi. 4 vjet do rri. Kështu që presion direkt i tij. Normale. Kështu që kjo është një diçka shumë serioze. Pas 4 vjetëve vemi tek një pikë 8 prap? Shiko. Jo, profesor, lutem. Është Rusia më shumë se Trump. Se po mos ishte Rusia, është Rusia që ndikon. Pse guxon Rusia luftoj me NATO. Nuk ky është një angazhim i madh. Rusia me një Ukrainë të mbaruar dhe po të shikojmë se kjo është slogan. Ministri me shumë të drejtë përmendi 3 nga objektivat që kishte samiti i Hagës, u mor me angazhimin amerikan për të qëndruar në Nenit 5, dhe kjo është shumë e rëndësishme, u mor me buxhetin dhe me faktin që është shumë mirë për Shqipërinë që samiti i ardhshëm do të bëhet në Shqipëri. Por samiti kishte edhe 2 vendime tjera të rëndësishme. Për herë të parë NATO do investohet me forcë toksore në veri të Finlandës, duke plotësuar një boshllëk strategjik, sepse Artiku ishte lënë komplet Rusisë. Pra është një lëvizje për herë të parë do vendosi forca toksore. Po kështu mori një vendim tjetër që të patrullojë me dron dhe me avion detin Baltik për të shmangur ato që ndolli, që ndërhyn son dhe ka shumë shërbime inteligjente që thonë që ishte Rusia që kputi kablin që lidhte Finlandën me Estoninë, kablin elektrike dhe internetin. Pra realisht pati lëvizje konkrete në drejtim të Rusisë. Dhe po mos ishte problemi rus, nuk do ishte kaq i suksesshëm Trumpi që të rishte, dhe ky mund quhet samiti i presidentit Trump, për të rrequr të gjitha vendet anëtare dhe për të marrë këto angazhime që u ndërmorën. Sepse që kur u krijua NATO atëherë, metafora ishte u krijua për të mbajtur Rusinë jashtë dhe Gjermaninë poshtë. Gjermania u rrit shumë shpejt në mënyrë demokratike dhe u bë vend antar i NATO-s, dhe problem ka qenë gjithmonë Rusia. Kështu që në këto konceptim kishte argumenta nga ana e presidentit Trump që e tërhoqi të gjithë aleancën për të marrë këto. Pati edhe një zhvillim që pavarësisht se nuk ishte pjesë e agjendës zyrtare, po për ne është me shumë interes. Është deklarata e presidentit Trump në një press stop për konfliktin Serbi-Kosovë. Pra ishte një diçka shumë e rëndësishme që afekton ne, sidomos me çështjen e... Ka diçka reale aty profesor, apo është një batut narcistike? Jo. Nuk ka gjëra spontane, sigurisht ato janë dhe çështje të politikës brendshme, po unë kam përshtypjen që presidenti Trump sërish tenton të reaktivizojë marrëveshjen Hoti të vitit 2020, nuk e di në ç'nivel, keni parasysh atëherë që u bë shkuan në Washington, ishte një marrëveshje kuadër që kryesisht shkëmbime ekonomike, financiare, njohje diplomas, dhe nuk u prek thelbi i njohjes reciproke të dy vendeve. E negociuan që liçenin që shqiptarët e quajnë Ujman, serbët e quajnë ndodhi një zhvillim që Gazivod, presidenti Trump, që do të ishte planifikuar për të shkuar në Washington, nuk shkoi sepse u shkoi në gjykatë. Kështu që ajo punë u la. Kjo deklaratë unë e lexoj, tash mund ta lexojmë gjithë secili sepse interpretim bëjmë, nuk është se jemi. Këtë e rishikoj edhe si një rimarrje të vëmendjes amerikane për rajonin në tërësi, posaçërisht për Kosovën dhe Serbinë, po edhe për Bosnjën, dhe se si do të zhvillohet, kush do të hapi radhës, a do kemi dualizëm Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Europë, sepse kjo është dhe çështje europiane, është kryesisht çështje europiane, po që Europa për fat keq nuk është se prodhoi një rezultat. 2 emisarët e saj, Lajçak dhe Borrell, për mendimin tim nuk prodhuan ndonjë rezultat në funksion të planit franko-gjerman, se pavarësisht se i mblodhën në Maqedoninë e Veriut, nuk u nënshkrua dokumenti. Si thuaç, rënë dakord të 2 palët, për ish vërtetës Kurti ishte gati për ta firmosur. Ju kujtohet, tha kam marrë me syllaps në xhep. Ai tha më dhëmdora, tha nuk firmos dot. Ai tjetri e bojkotoi, se ai nuk është interesuar që kjo çështje të zgjidhet në dialog të drejtë për drejtë. Ai do ta çojë në tureza të reja, të tjera. Dhe shikon me vëmendje si do shkojë edhe konflikti. Jo, ai ka deklaruar që ne presim një moment më oportun. Pikërisht pra. Dhe ka lënë gjatë kuptohet që mund të ndërhyjë. Momenti oportun është kur vi çështja e ndarjes zonave influencës, kur do ulet lindja me perëndimin për të parë, dhe ai mendon ta çojë në këto tryeza, që është për mua është kundër interesave tona. Ne synojmë
që kjo punë të zgjidhjet në mënyrë persistente të qëndrueshme nëpërmjet dialogut dhe një marrëveshje midis Serbisë dhe Kosovës. Pa ai nuk është interesuar, por shikoj një vëmendje të shtuar të Shtetit Bashkuar të Amerikës, kështu e lexoj unë. Dhe për ta rimarrë edhe një herë këtë, por të shohim, të presim. Shikoj, janë aq të ndryshme politikat e republikanëve dhe demokratëve, tani fituan demokratët, Trumpi dihet se çfarë derash ka pasur, Trumpi po bën presion. Pse? Se është ai që paguan, Amerika paguan buxhetin e NATO-s. Vendet e tjera paguajnë shumë ka 70%. Që nga kjo pikpamje është e drejtë politika që ai bën. Çore paguan të gjithë. Në fundit NATO është për Europën, jo për Amerikën. Shikoti, Spanja paguan më pak. Po, regjia dhe njerë donë... Më largo burë. Dhe njerë tabelën e vendeve të NATO-s. Dhe që e vetëmja që e kundërshtoi, thaj që shikota se ne kemi prioritetet tjera dhe... Shiko, e vetëmja se janë socialistë, janë të majtë. Është kjo e para. Dhe e dyta është se ajo e quan rrezikun. Por shikoni profesor Don, në qoftë se Polonia, e cila është në kufi me Rusin, ndërsa Spanja që kanë luftuar në histori, është me Francën dhe me Portugalin në kufi. Polonia në profesorin. Polakët mbase akoma se kanë besuar që janë ndarë nga Bashkimi Sovjetik. Se gjithë jetën kanë qenë në luftë me ta, dhe luftë për jetë vdekje, kështu që i takon Polonisë kjo punë. Por Spanja ta shikosh nga ana tjetër ta shikosh. Por pandaj është kriju aleanca e NATO-s në mënyrë që gjithë vendet ta quajnë veten të sigurt dhe të kontribuojnë që gjithë. Trumpi këtu ka drejt. Këtu ka drejt. Por 5% që të gjithë u ankuan. Pastaj pse e pranuan? Se Europa nuk është gati ta mbrojë veten e vet. Pa Amerikën, këtë ka Trumpi asë në mëngë. Unë e mbaj NATO-n, thotë. Unë po iki, e tha erën tjetër. Po e lëm NATO e marrë detyrën e saj, më se ta. Obsolete quajtit, vjetruar. Në NATO, 2024, Amerika kontriboi me $950 miliardë dhe 30 shtetet e tjera, përfshi dhe Kanadan, kishin 470, 80 gjysmën e Amerikës. E imagjinon se çfarë fuqie është në NATO? Po sigurisht. Edhe deklarata që tha ministri Panariti për problemin Serbi-Kosovë. Gjithë kjo kohë tregoi që europianët ngelen shumë kontribues në zgjidhjen e problemeve ekonomike të rajonit, problemet e sigurisë ngelen prapë kompetenca e Amerikës. Po ka qenë vërtet? Ajo që është më kritike është që në nivel politikës jashtme nuk ka qenë një qëndrim unik të Bashkimit Evropian. 5 vende nuk e njohin Kosovën, ndërkohë Bashkimi Evropian e njeh. Pra, po flitet që në reformën që do të psoj Unioni, do të shikohet edhe kjo që edhe politika jashtme të ketë një qëndrim unison. Sepse dhe kjo nuk shkon. Thoshim që 2 emisarë dhe kishim nga vendet që nuk e njihnin Kosovën, apo jo, kujtohet edhe Lçaku dhe Borrelli. Kështu që janë disa ngërçe që shpresoj që të zgjidhen. Po mos ishte Amerika e rëndësishme në NATO, tjetër histori. Jo, patjetër. U detyruan italianët, francezët të bombardojnë. Pra, ky kontribut ekonomik reflektohet në faktin por NATO në cili është rreziku aktual i sigurisë kombëtare të Shqipërisë? Se me shumë drejtë e solli në vëmendje ministri Panariti atë deklaratë të Donald Trumpi që tha unë e shmanga, tha, ishin gati serbët ta bënin konflikt, bënin luftë, por tha qofse bënin luftë s'ka tregti me SBA-n dhe u tërhoqën, siç u tërhoqën indianët dhe pakistanezët. Don këto që një fluturim pindarik apo ka fluturim pindarik nuk besoj se ka qenë, po un kam përshtypjen që nuk ka qenë për çështje të tanishme. Duke ndjekur dhe mediat serbe që janë kundër Vučićit dhe kundër regjimit, dhe ato ishin shumë të surprizuara me deklaratën e Trumpit. Por Shqipëria, se kam dëgjuar shpesh dhe fundit që nëse ndodh diçka në verimin e Kosovës, Shqipëria do duhet ndërhyj. Unë nuk mendoj që kjo është e mundur nga në Shqipërisë, sepse nëse ndodh diçka në Kosovë është themi është përgjegjësia e NATO-s në Kosovë momentin, është një territor që ka trupat NATO-s në Kosovë dhe çdo lloj gjë që ndodh në Kosovë me pamje ushtarake kalon nga NATO një herë. Pra Shqipëria nuk mund të shkojë të luftojë në Kosovë, si thuaç, nëse nuk e vendos NATO diçka të tillë. Pra Shqipëria drejt për drejt nuk mendoj që ka në një, si thuaç, në një kërcënim të sigurie drejt për drejt këtë moment nga ndonjë drejtim. Por Shqipëria mendoj që pjesën e ushtrisë
duhet ta mendoj sikur nuk është NATO fare. Sepse është një bazë ushtarake që Shqipëria është shumë e ulët, si thua. Ne fillojmë këtu si nga zero. Pra pasi u shpartalluar gjithë ushtria që ishte ajo pjesa e majtë aty, ne tani fillojmë tek 0.5, diçka të tillë. Dhe duhet për ta ndërtuar një ushtri në kuptimin e fjalës fjalës, duhet fillojmë me idenë sikur ne nuk jemi NATO, për shembull, sikur nuk ka mbron NATO, dhe çfarë do bënin ne nëse nuk do ta bënte NATO. Pra në këtë mënyrë mund ta merrni më seriozisht mbrojtjen tonë. Por është fati madh sigurisht që Shqipëria është në aleancën NATO-s, dhe ajo nuk mendoj që ka ndonjë. Nëse shikojmë do unë që vendet fqinje armatosen. Serbia dhe Kroacia do vite më parë. MiG-29 armatosja edhe NATO-s, edhe vendet fqinje, edhe Rusis, është një lloj siç është arma bërthamore për të mbrojtur nga lufta. Të gjithë armatosen në mënyrë që të mos nisi lufta, nuk armatosen për luftë. Nuk ka ndërmend, si brenda se ti tregove ca diferenca. Atëherë ne hidhnim vallën Gojtujku të bërë. Ne i quanim gjithë armiq, që ishte rreth e rrotull nesh, ishin. Po tani i kemi kthyer shpatat në Parmenda, nuk ka rrezik Shqipëria të sigurisë kombëtare. Përveç Serbisë që nuk do të hyjë në NATO dhe e ka deklaruar, gjithë Europa bashkë me neve janë NATO. Ai rrezik që ishte atëherë që çdo çast. Gjithsesi do se kjo do NATO duket si fjalë magjike, po këtë dy vende themeluese, më fal, dy vende themeluese ose nga të parat e NATO-s, Turqia dhe Greqia, të cilat kanë hyrë në një garë të edhshme armatimi, dhe ato funksionojnë në raport me njëra tjetrën, sikur NATO nuk ekziston. Garat e armatimeve në kohë paqe bëhen që mos nis lufta. Po patë shumë armatim, të gjithë trëmbë dhe nuk e nisin. Ky ka qenë faktori atomik në 70 vjetë. Po me një batalion, dhe njerë atë kapacitetet e ushtrisë shqiptare me një batalion, jemi pjesë e NATO-s të burë. 6.000, 0 tanke, 0 avion. Më dëgjoj mua, hapësirën ajrore tonën e ndan italianët me grekët. Tamam se ne nuk kemi hëllësje për harxhuar se disa bën një nga avionët e Soçit. Kemi pasur migët të falur nga kinesë, prandaj kishim më shumë, tanket ishin gjitha të falura nga kinesë, nuk i kishim blerë. Sapo u ndam me tane edhe ekonomia dhe plot gjëra të tjera vajtën. Kështu që tani nuk kemi në gjendje ekonomike. Po mirë, duhet ti prishim ato ne apo? Ne duhet t'i prishnim ato që një nga kushtet për të hyrë në NATO ajo? Nuk e di, nuk di detajet kësaj natyre. Që kushtin NATO thonë që duhet ishte armatim perëndimor. Flasim për samitin e NATO-s dhe mbrapa për konfliktin në Iran-Izrael, apo të hapim kutinë e Pandorës se u shkatarrua ushtria shqiptare dhe çfarë u rëshodhan. Ai është një problem shumë i madh që do investigime. Do të kuptojmë çka ka ndodhur që të dimë çfarë duhet korrigjojmë. Që të arrijmë te 5%. Në konceptin e sigurisë kombëtare, në atë periudhë që ju treguat gjithë ato, ishte një çmenduri sepse ne ishim në luftë kundër imperializmit amerikan dhe revizionizmit sovjetik dhe ndërtuam këtë çmenduri që koha tregoi që nuk blende për asgjë, po këtë strategji të sigurisë kishim në luftë kundër gjithëve. Tani kemi një strategji sigurie të mbrojtjes kolektive. Dhe brenda kësaj strategjie të mbrojtjes kolektive, japim ato kontribute që mund dhe duhet të japim. Dhe të shohim kontekst aktualisht me konfliktin e Rusisë në Ukrainë, bota ka filluar dhe teoritë ndërkombëtare që i shpjegojnë e kanë nxjerrë një nga studiuesit më të mirë ka qenë Kenneth Waltz, që ka prodhuar dilemën e sigurisë. Një teori që thotë që kur ka konflikte, secila palë nuk e di ku shkon pala tjetër dhe merr masa dhe armatoset. Mos të duket që është e sajuar kjo punë. Shiqyr që rusët sulmuan Ukrainën në mënyrë që të ketë një llogol se s'kishte. Dhe shpenzimi i Rusisë 6% që ka tani është pra Rusia tani nuk është e pamundur për ushtrinë. Arma bërthamore është gogoli që s'nuk nis lufta. Do ulet në moment që përfundon lufta. Edhe Rusia balancuar gjithë po përdoret. Kemi fakte këtu. Po cili fakt? Derisa kemi fakte. Si duhet jetë strategjia jonë e mbrojtjes? Duhet pasur parasysh se jemi një kombë në dy shtete. Apo punohet Zoti Ministër për këtë? Po nga kush sulmohemi vëlla tani? Se ky është problemi. Si nga kush sulmohemi? Të gjitha nga kush don. Nuk kemi ne asnjë rrezik siguria kombëtare nuk jo, nuk ka brenda artikullit 5 të NATO-s. Një probabël. Kush do ishte ai vend që ne na rrezikon sot? Po në qoftë se doon trupat serbe hyjnë në veri të Kosovës. Ne do po nuk do hyjnë ose është NATO brenda. Ore mos bëni mua vetë kota se kemi kaq vite që themi nëse kjo nëse ajo.
Po. Zotëria tha që ne duhet mendojmë edhe eventualitetin që mund mos jemi pjesë aleancës, ose aleanca mund të ndodhet në një moment të vështirë dhe duhet llogarisim pastaj që të mbajtje jotja. Po. Kështu që nga ana tjetër, më racional duhet mendimi që ne për kapacitetet tona duhet të shpresojmë që si pjesë aleancës të jemi në atë që quhet ironclad, pra në mbrojtjen e aleancës, me parimin që çdo vend antar i sulmuar është sulm ndaj aleancës. Kjo është e tëra. Kështu që të dyja këto linja mendimi kanë një farë bazamenti, sepse botës nuk i dihet asnjëherë, absolutisht. Por ne duhet jemi këmbë tokë, se jemi një vend me resurse të vogla, nuk është se jemi një vend i pasur që mund t'i lejojmë vetes luksin që të investojmë shumë në forcimin e kapacitetit luftarake, dhe unë mendoj që është më tepër imponimi që vjen nga NATO se sa një vullnet i brendshëm për ta quar buxhetin 5%. Se po t'jetë për vullnet i brendshëm, ne kemi të tjerë prioritete këtu, kemi të nxjerrë jonë ka shumë brima që duhen mbrojtur. Edhe ai ishte se arritëm në herë, nuk e arritëm në herë. Kështu që në këtë mes presioni i NATO-s do bëjë që edhe ne të jemi detyruar që ta alokojmë një buxhet që do të jetë 3.5%, që është goxha për shpenzime direkte, për municion, për nuk e di 3 vjeta deri kur do realizohet. 10 vjet. Nuk realizohet deri në 2035. 35. 35-ën. 35 është bëjë. Do jetë një rritje graduale. Është sakrificë shumë e madhe për Shqipërinë. Është sakrificë shumë e madhe sepse ne kemi 100 gropa të tjera për të mbushur, shumë sektor të tjerë, dhe edhe në këtë buxhet 2.1%, aty janë shumë programe që qëndrojnë një bazament të lëkundshëm për sa i takojnë strukturave të mbrojtjes apo jo. Spitali Traumës merr 1.9 miliard lekë. Investimi në portin e Durrësit, që është një port civil, 1.1 miliard, por deri tani nuk kemi asnjë deklaratë, kemi një vullnet të qeverisë shqiptare që portin ta afrojë dhe për bazë të NATO, zonën e Porto Romanes. Pra në zonën e Porto Romanes. Kemi vullnet të qeverisë shqiptare, po nuk kemi ndonjë deklaratë NATO-s që e duan portin për bazë ushtarake. Një deklaratë konkrete të NATO-s kemi pasur deklaratën e generalit amerikan në 2021, Chris Cavolit, që tha për portin ekzistus, portin e Durrësit, që ka një qasje strategjike, se ndihmon aleancën për të dislokuar për në det në zi. Pra, normalisht, edhe këtu tregojnë që duke qenë se kemi nevoja të tjera shumë të mëdha, në shumë programe kemi emergjenca civile, që i kemi futur tek mbrojtja që shumë vendet NATO-s i kanë, shumë nuk i kanë sektorin e mbrojtjes. Kemi pensionet e ushtarakëve. Pra kemi shumë programe që i përfshim dhe këtu edhe në vitet që kemi dhe helikopterët e shëndetësisë që i vëmë në inventar të mbrojtjes. Do duhet një farë edhe kohezioni politik, se për Shqipërinë është shumë rritja, kur kemi shumë sektor të tjerë. Dua mendimin tonë se të tre janë brez që kanë bërë zbor, do unë ka ardhur ka shumë zborin majtë hundës, sa do unë po janë pacifistët deklaruar. Ti si brezit të rrisit të duket që samiti NATO. Edhe me lafë, mos që ka me atë pohën kur stërviteshim. Është një nga arsyet që zgudzon të kërkush të sërmonte. Jo se s'na pushton të dot, po se do t'i vriteshin ushtarë, bëhen të gjitha këto llogari. Po tani jeni kthyer në pacifist, toni s'na duhen armë, na mbron NATO. Ka që kemi këllë që do për të shifë. Nuk jemi kthyer në pacifist. Shikon që thuhet 5%. Është kthyer Shqipëria me arritjet e saj me antarësimin në NATO në 2009 u mbyll problemi i sigurisë së Shqipërisë. Është në nenin 5 mbrojtje kolektive. Çdo rrezik karshi i Shqipërisë konsiderohet rrezik karshi gjithë NATO-s. E di unë nenin 5, por presidenti aktual amerikan ka thënë që do ta përdor vetëm kur ta shikojë unë të arsyeshme. Jo, ka interes amerikan. Lexo komentet evropiane. Po gjithë evropianët janë këmbur. 3.5% një minutë. Që nga Merkel. 3.5% do shkojnë në industrinë ushtarake që është kryesisht amerikane. Po të shikohet presidenti Trump në raport me NATO-n, analistët ndahen në dy grupe. Njëri grup e mbështet për presionin që ka bërë, dhe ajo shifra që i tregove që shumë shtete kanë përparuar me Poloninë, me shumë vende tjera, mbi 2%, është... Po Polonia ka progresuar për shkak të presionit të Trumpit, apo për shkak të konfliktit iminent që ka me Rusinë në kufi? Jo vetëm Polonia, po shumë vende kanë progresuar dhe kjo pranohet si pasojë e presionit të Trumpit. Dhe kjo është gjë pozitive e presidentit Trump.
Gjëja që i konsiderohet negative, ka qenë fakti që tha do ta angazhojë në mënyrë selektive nenin 5, e tha para samitit të Hagës. Pozitive e samitit të Hagës është që vendet u angazhuan që të shkojnë deri në 2035, deri në 5% buxhetit, dhe Trumpi i qëndroi dhe e angazhoi artikullin 5. Ju rikthye Amerika nenit 5. Dhe kjo është një nga gjërat më pozitive të samitit. Ka një gjë që vendet Polonia dhe vendet Balltike shohin ndryshe çështjen e luftës se mund të shohim ne. Kam qenë në 2019 në Akademinë Ushtarake të Lituanisë, shumë ata më thanë që këtu luhet bastimi i madh në botë. Dhe bastimi i madh në botë sipas tyre ishte nëse Rusia mund të provokonte një luftë në Balltike dhe nëse NATO do ishte në gjendje të kundërshtonte në radhë parë dhe sa fuqi do kishte për të sulmuar. Tjetra është fakti që Polonia për shembull ka arritur shpenzimet jo nga Trumpi, ka arritur nga lufta që është duke bërë. Dhe mund të jap një shifër që tregon sa e ekspozuar një mas të madhe është Evropa lindore ndaj Rusisë. Qoftë lufta në Ukrainë, qoftë lufta Izrael-Iran, ishte një mas të madhe lufta ajrore. Dhe qoftë merr gjithë vendet balltike, bashkë me Poloninë, bashkë me Rumaninë, bashkë me Bullgarinë, kanë më pak mbrojtje ajrore në shifra se sa Ukraina. Në rast të një lufte, le të themi hipotetike në rast të tillë me Rusinë, që nuk mendoj se mund ndodhi, po në rast hipotetike. Pra mbrojtja ajrore e vendeve Evropës lindore është më e vogël sot se sa çka Ukraina si gjendje. Pra ka një lloj thuaç logjike 5% që kërkohet nga disa vende. Unë jam i sigurt që pas 10 vitesh, prapë siç ishin gjysma aty mbi 2%, prapë do jenë gjysma tek 5%. Gjysma tjetër nuk kanë asnjë interes për të çuar te 5%. Bashkë me Shqipërinë. Për shembull Britania e Madhe po bën një luftë shumë të madhe sot, kryeministri britanik për ta çuar nga 2.3 në 2.5, sepse duhet të heqë një pjesë të shërbimeve sociale që ka Britania e Madhe. Sa luftë e madhe do të jetë për ta çuar nga 2.5 në 5. Pra dhe për një pjesë të vendeve evropiane është një investim gjigant në këtë pikë. Unë mendoj që pas 10 vitesh vendet si Polonia do arrijnë. Vendet si Greqia dhe mund të arrijnë sigurisht, sepse ka interesa ndryshme dhe janë shumë afër. Nga 4.1 në 5% nuk është në një ndryshim shumë i madh. Shqipëria ka një problem tjetër që përmendet pak. Shqipëria ka pasur një fushat rekrutimi para disa kohësh për ushtarë të rinj dhe ishte një fushat e cila nuk arriti objektivat. Ditën gjë nuk e ka bërë Gjermania. As Gjermania nuk arrit dot numrin e rrekrutimeve që kishte. As Polonia nuk ka bërë. Tani Shqipëria me 2.4 milion banor, 2.360.000 që janë sot, nuk arrin dot të shtojë ushtrinë e saj me 500 veta. Imagjino se sa e vështirë do jetë pas 10 vitesh, ku Shqipëria të ketë me këtë ritëm 1.9 milion, ku 800.000 do jenë pensionistë. Pra ky mund të jetë problemi i madh. Shqipëria mund të blejë 1.000 tanke për shembull, po 1.000 tanke duhen 4.000 veta ti përdorin. Mund të blejë 500 avion, po duhen 1.000 pilot. Pra mund të blejë sa të duash. Për fundit janë dhe njerëzit që kapaciteti absorbus. Mund të blesh 1.000 tanke, thash, duhen 4.000 veta. Kush do i bë? Po ta përdorësh tankun Allah. Po them se kufiri i armikut është 2.000 kilometra larg. Shqipëria sot lufta tanke pafund. Lufta që bëhet në Ukrainë dhe lufta Izrael-Iran është lufta moderne. Lufta e Ukrainës tregoj që është lufta e dronit dhe lufta e artillerisë. Pra ka nevojë për një lloj të shkuarit dhe të kësaj mendësie. Unë jam dakord me idenë që Shqipëria nuk e kërcënon asgjë për momentin, sigurisht. Por në rast të një lufte sigurisht dhe Shqipëria duhet bëj pjesën e saj. Dhe problemi i Shqipërisë është që Shqipëria është shumë dobët, ta themi troç, është shumë dobët. Pa mungojnë ca gjëra bazike. Është bler një radar për shembull, është bler një radar për të kapur avionët dhe dronët që hyn në territorin e Shqipërisë. Por nëse nuk ke sisteme kundërajrore, si thua, për çfarë duhet radari? Pra e kapëm atë avionin, si thua, dhe dronin që hyn në Republikën e Shqipërisë. Çfarë do bëjmë? Çfarë bëhet me cyber security? Si? Me sigurinë kibernetike. A jemi të rrezikuar apo jo? Mirë, do në kështu për tankes kemi nevojë, po për sigurinë kibernetike kemi? Të gjithë, kibernetika nuk ka kufi. Kështu që të gjithë janë të rrezikuar. Edhe ne, edhe NATO, edhe Amerika, edhe Rusia, sigurisht gjithë. Bile edhe çunat të vegjël kanë arritur të futen në sistemin e Pentagonit. Kështu që është një gjë që nuk është aq e sigurt dhe aq e qartë. Do jetë një luftë e vazhdueshme, gjithë po përgatiten që të jenë më të zotët në përballimin e sulmeve kibernetik. Ne kemi progres. Bërë goxha progres. Po kërkon ministri të ndërhyj prap doon. Regjia, ju lutem më lidhni me zotin Vëngu kur të jetë gati, siç duket. E kam me mua. Po duke i ndjekur jo duhet ta ketë me mua, jo me ju doon. Po e kemi zotin Vëngu, regjia? Okej, kur ta kemi më nxirreni në ekran. Okej, vazhdojmë tu. Kur ta kemi e nxjerrim. Zoti Xhaferi, nëse rendisim
rreziqet e sigurisë son kombëtare. Cili është rreziku numër 1? Po. Po, e kemi ministrin. Nuk ka kamera. Kur ta keni gati regjia, ose mund ndërhyni dhe kështu çfarë doni të shtonit, zoti ministër? Më dëgjoni apo jo? Okej, kur ta kemi e nxirrni në ekran. Po, zoti Xhaferi? Unë do të thoja që problemi kryesor për sigurinë kombëtare shqiptare ngelet krimi organizuar dhe korrupsioni. Po? Që rënon shtetin. Edhe terrorizm. Dhe njëkohësisht do të thoja që duke qenë se, qoftë do të flasim në planin e jashtëm, duke qenë se Shqipëria në kuadër të detyrimeve që kemi ka shi partnerëve dhe alatëve dha mburoj për mujahedinët, nga njëra anë dhe duke nënkuptuar interesat e Rusisë që gjithmonë ka pasur një sy nga Ballkani, ngelen në sulmet kibernetike, që unë mendoj që në 2 vitet e fundit, mbas sulmeve dhe faktit që institucionet shqiptare përjashton Ministrinë e Mbrojtjes dhe Shërbimin Sekret, po thuaj se u bën cop nga sulmet kibernetike, në 2 vitet e fundit me ndihmën edhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit ne kemi përmirësuar shumë për sa i takon në mbrojtjes kibernetike. Po pse u bën cop? Ranë të gjitha institucionet, donën të gjitha dhënat. Çfarë ndodhi? Çfarë dim vërtet në që ndodhi? Normalisht ne mbasi ndodhen sulmet kibernetike, ne i kemi thritur në komision të gjitha institucionet. Dhe hakerat iranian, që ndoshta kishin edhe një bashkëpunim me hakerat rusë, ndërhyjnë në të gjitha institucionet tona, të vetmet institucionet që ata nuk kishin akses, donën të gjitha dhënat. Pra, ata nuk patën akses vetëm në Ministrinë e Mbrojtjes, sepse sistemi i mbrojtjes kibernetike aty ishte bërë në bashkëpunim me Aleancën. Ministria e Mbrojtjes nuk u prek. Dhe mbasi ndodhi kjo, gjëja pozitive është lesson learned. Pra Shqipëria në këto 2 vite ka bërë progres të konsiderueshëm për sa i takon mbrojtjes kibernetike. Po, zoti Vëngu, zoti ministër, çfarë do doni të shtonit? Po s'ka ndodhur ndonjë gjë. E para doja një herë që është shumë e rëndësishme që ta kthejmë gjithë bisedën për sa i përket përpjekjes për investime në mbrojtje në një bisedë racionale dhe besoj fuqimisht që nostalgjia nuk është strategji për Shqipërinë. Pika e parë. Pika e dytë, dëgjova të thuhet që kemi një situatë dramatike për sa i përket rekrutimeve. Përkundrazi, prej 2 vitesh kemi jo vetëm një rritje domethënëse të rekrutimeve, por kemi më shumë rekrutime se çarim realisht të absorbojmë me kapacitetet e inkuadrimit stërvitjes. Dhe jemi aktualisht në fazën ku kemi një interes si asnjëherë më parë në 2 dekadat e fundit të rinjve për të bërë pjesë e forcave të armatosura. Okej, zoti ministër, tha dojnë që, e qarë që ta bëjmë dialog, jo monolog, tha dojnë që nostalgjia nuk është strategji. Okej, mund mos jetë nostalgjia strategji, por mua më duket e pa imagjinueshme që qeverit suksesive të marrin tanket, topat, edhe t'i çojnë për skrap. Këtë do nuk, edhe mendja më alucinante nuk mund ta bënte se që kanë bërë gjithë qeverit shqiptare nga 92-shi deri pak vite më parë. Unë mund të shprehem për përgjegjësitë e qeverisë ku bëj pjesë. E mirë, po jo, se thatë nostalgjia, tani unë nuk po them që të kemi 1200 tanke, po drejgje e mori kjo është arsyeja. 5 avion duhet i kemi kur Serbia blen Rafale. Kjo është arsyeja e para një do mlini t'ju sqaroj. Kjo është arsyeja kryesore pse ne po shkojmë drejt prodhimit të mjeteve të blinduara, mjeteve luftarake dhe sistemeve të fuqisë së zjarrit të instaluara mbi tokë. Sisteme dhe mjete dhe fuqisë zjarrit Shqipëria i ka harruar prej më shumë se 2 dekadash. Kjo është arsyeja pse po investojmë në avion me kapacitet të 2 fisht. Dhe kjo është mënyra se si vende të cilat i përmendët si shembull, siç janë Finlanda, siç janë qoftë edhe Zvicra, për qëndrueshmërinë e tyre është pikërisht aftësia e tyre që sa herë shpenzojnë në një kapacitet ushtarak, zgjidhin në një kapacitet civil dhe në këtë mënyrë forcojnë të gjithë mekanizmat e reagimit shtetëror. Kjo është arsyeja pse ne po vijojmë me ndërtimin e forcës rezerviste, në mënyrë që 1/5 e forcës përbërëse të forcave të armatosura të përbëhet nga forcë rezerviste. Dhe këtu dua ta falenderoj dhe zotin Xhaferi, i cili me të drejtë nënvizoi edhe elementin e teknologjisë si një element se si matet fuqia sot. Fuqia sot në botë dhe gatishmëria operacionale nuk matet vetëm
me element klasik të fuqisë së zjarrit. Matet edhe nga kapaciteti teknologjik për të bërë balë disa situatave. Në rrafshin kibernetik, Shqipëria prej 3 vitesh është në një situatë lufte të përditshme. Dhe është një luftë e cila bëhet me shumë përgjegjësimë dedikim nga strukturat qoftë civile, qoftë ushtarake, dhe jemi në kushte të themi që arrim ta mbrojmë vendin nga këndvështrimi i kërcënimit kibernetik. Pra, të gjithë këto element janë pjesë e kësaj pakete dhe kësaj strategjie të madhe se si shpenzohen buxhetet e mbrojtjes, sepse siguria ka të bëjë dhe me qëndrueshmërinë ekonomike, ndaj investojmë për të prodhuar në vend, për të gjeneruar dhe fuqi punëtore cilësore për të gjithë të rinj shqiptar, investim në mbrojtje nënkupton dhe rritje kapacitetesh Akademisë Forcave Armatosura, programe të dyfishta që po ndërtojmë me Universitetin Politeknik për inxhinier armatimi, për inxhinier kibernetik. Të gjitha këto janë investime fillimisht ushtarake, por që prodhojnë dhe një efekt në qëndrueshmëri civile kombëtare. Dhe qëndrueshmëria dhe siguria është dhe qëndrueshmëria në fundit e familjeve shqiptare. Kështu që të gjitha këto janë të lidhura. Një panelist i nderuar përmendi faktin po blejmë radar dhe nuk po merrim me mbrojtjen kundërajrore. Informacion totalisht i pa verifikuar dhe i keq informuar. Pra, e para njerë do sugjeroja që të gjithë njerëzit që flasin për këto tema të kenë përgjegjësinë të verifikojnë informacione pranë Ministrisë së Mbrojtjes dhe gjithë mekanizmave të mbrojtjes dhe mbrojtjes civile, dhe pastaj patjetër të kemi një bisedë racionale me këmbë në tokë për sa i përket ambicieve, kapaciteteve dhe strategjisë që ne kemi, që jo vetëm të shpenzojmë në mbrojtje, por të shpenzojmë në industrializimin e vendit. Zoti Kristafi po ju pyet çfarë mbrojtje ajrore kemi? Atëre, mbrojtja kundërajrore është një kujtesë e largët, zoti Kristafi, dhe nuk ka filluar dje. Ajo që mund t'ju them unë është që ekipi që unë drejtoj dhe nën vizionin e qeverisë ku unë bëj pjesë, ne po synojmë që të kemi një prodhim të elementeve të mbrojtjes kundërajrore apo dhe një asemblim që ndodh në objekte ushtarake në vendin tonë. Dhe në këtë mënyrë jo vetëm blejmë, por gjenerojmë vlerë të shtuar ekonomike në vendin tonë. Kjo është strategjia që do ndjekim, dhe ju dëgjova Babaramo përmendnit investojmë në spitale. Po ç'të keq ka të investojmë në një spital i cili mbulon dhe një kapacitet ushtarak. Nuk po them doon që bëni gabim që investoni në spitale. Po doon nuk është e pranueshme doon që truke të tilla doon që helikopterët e shëndetësisë ti llogarisni si Zoti Ministër, se kemi një keq kuptim të madh në këtë bisedë. Të lutem, kjo nuk ka të bëjë me pak muaj, kjo që po diskutojmë ne këtu nuk ka të bëjë me pak muaj që ju jeni në krye të Ministrisë së Mbrojtjes. Ne po diskutojmë që nga momenti i vitit 1992, kur ushtria shqiptare u katandis në atë deregje në vitin 97, e më pas doon që shiteshin doon avionët për skrap, e tanket për skrap, e topat për skrap. Për mua, kjo bisedë nuk ju fajson juve po të njëri. Kjo është një bisedë që duhet jetë racionale. Mendoj që po keq kuptohesh me ministrin. Po. Ministri të lutem, ministri po thot tjetër gjë. Po. Ministri po thot që qofse marrim për shembull rreziku jonë është Serbia. Po. Ne si fuqi konvencionale nuk krahasohemi me Serbinë, sa ata kanë më shumë fuqi forcë konvencionale, investojnë 3 herë më shumë se ne. Por duke qenë se strategjia jonë e sigurisë bazohet në aleancë, ne jemi përpara Serbisë në trajnime, jemi përpara Serbisë në akses në inteligjencë, sepse ndajmë inteligjencë me vendet e NATO-s, jemi përpara Serbisë në teknologji, pra këto janë benefitet që ka Shqipëria. Nuk e di ministrin kam lexuar drejt apo. Kjo është padyshim një mënyrë leximi, mënyra tjetër është që ne jemi shumë të vetëdijshëm për nevojat e një gatishmërie të shtuar në mbrojtje të Shqipërisë. Por mbrojtja nuk është vetëm mungesa e luftës. Mbrojtja është fuqizimi institucioneve, besimi institucioneve, fuqizimi i ekonomisë dhe primtarisë prodhuese, dhe sa herë ne shpenzojmë qoftë edhe 1 cent të paras së taksapaguesve shqiptar në mbrojtje, duhet jemi të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm që këto para të shkojnë dhe në një vlerë të shtuar ekonomike. Kjo është strategjia e kësaj qeverie, në mënyrë që ne jo vetëm të bazohemi ke neni 5, por të bazohemi dhe ke neni 3, i cili parashikon kapacitetet e vetë vendeve aleate që të vetë mbrohen dhe të kenë reagime në mënyrë të qëndrueshme në gjithë spektrin e qeverisjes. Kështu që mbrojtja është një çështje më komplekse se sa thjesht
fuqi zjarri dhe blerje armatimi dhe tankesh. Nuk nënvlerësohen këto në buxhetet dhe në planet tona të mbrojtjes, madje modernizimi i forcave të luftimit dhe i fuqisë së zjarrit është kryefjala, por patjetër që industria dhe veprimtaria prodhuese duhet po ashtu të jetë kryefjala dhe kjo është vetëm mundësi se si ne në fakt e shkëpusim varësinë e buxheteve të mbrojtjes nga taksapaguesi shqiptar, sepse kur investojmë në industri vendase ku shteti është aksioner, praktikisht shteti mund të gjenerojë të ardhura shtesë për të bërë praktikisht të mundur të gjitha këto modernizime, mbrojtje kundërajrore, dron luftarak, kapacitete luftimi, apo dhe mbrojtje kibernetike dhe të teknologjive të avancuara. Pikërisht në mënyrë që ne mos kemi më vetëm varësinë nga paratë e taksapaguesve dhe nga buxheti i shtetit, por të gjenerojmë të ardhura nga vetë industria ushtarake. Ky ka qenë çelësi i suksesit i të gjitha vendeve që kanë investuar në 7 dekadat e fundit në prodhime ushtarake. Okej, falenderoj.